Shikues të mapës, siç e shikoni tashmë në para kryeministrisë kanë përfunduar punimet për të vendosur fletat metalike në dyert e selisë së kabinetit të ministrave si një masë mbrojtëse për protestat që do të mbahen nesër nga Partia Demokratike. Është një masë që merret në këto 2 vite e fundit, sa herë paralajmërohen protesta të mëdha, apo edhe protestën e fundit që bëri zoti Lapaj, vendosën të njëjta fletë metalike. Gjurmët që shikoni në të zezë janë nga Molotovi që u hodh në protestën e fundit të Partisë Demokratike, janë gjurmë edhe nga protestat e mëparshme, ku kemi parë hedhje të shisheve me lëndë djegëse, ku ka pasur, duhet thënë, edhe të lënduar. Megjithatë, në krahun përballë kryeministrisë është edhe zoti Lapaj që vazhdon protestën e tij prej më shumë se 1 muaj, duhet thënë, qëndrim aty me të njëjtën kërkesë si Partia Demokratike për dorëheqjen e kryeministit Rama dhe sipas tyre zhvillimin e zgjedhjeve dhe zgjedhjes një qeverie të re. Megjithatë, sot pamja në para kryeministrisë duket e qetë, por ky shesh nesër do të jetë i mbushur me protestues të thërritur nga opozita dhe ku si herë të tjera zoti Lapaj do të zhvendoset në një ambient tjetër atit përballë kryesisë kuvendit, pra pak metra në tutje. Gjithsesi, masat tashmë janë marrë, fletet metalike janë vendosur dhe nesër përveç protestues do të ketë edhe një numër të lartë të forcave të policisë si një masë mbrojtëseve për të mos cënuar ndërtesën e qeverisë. Ende nuk ka të dhëna nëse do të ketë një protestë paqësore apo do të ketë një protestë qëndrueshme te. Zoti Berisha ka deklaruar që strategjia